Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Tema sotme është një nga çështjet më të rëndësishme të shëndetit publik e kjo është parandalimi i sëmundjeve kardiovaskulore. Edhe pse këto sëmundje mbeten shkaku më i shpeshtë dhe më i madh i vdekjeve në tërë botën, po ashtu edhe në vendin tonë, një fakt na mbush me shpresë. Shumica e tyre mund të parandalohen me masa të thjeshta, po të qëndrueshme. Sonte do të flasim për format më efektive të parandalimit në nivel individi dhe komunitetit, siç janë ndikimi i stilit të jetës, rolin e edukimit, si edhe rëndësinë e politikave të duhura shëndetësore në parandalimin e këtyre sëmundjeve. Sonte pra me ne është profesor doktor Serhan Abdushi, kardiolog, një ekspert i cili mirret ndër tjera edhe me programe të parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Ai sonte do të na ndihmon që të kuptojmë më mirë se cilat janë ato veprime të thjeshta, po të fuqishme, të cilat na ndihmojnë që të ruajmë shëndetin e zemrës. Mirëmbrëma, doktor Serhan, dhe mirë se erdhët në emision. Ju faleminderit për ftesën, kënaqësia ime është në Gjakov, ku jam rritë dhe jam formuar si mjek. Doktor, kënaqësia dhe e jona, na do të flasim pak për punë të kësaj teme e cila është e lidhur me qëndrimin e juaj dhe jetën e juaj në Gjakov, po na tregoni shkurt, na bëni një prezantim tuaj që për gjeneratat të reja sidomos do të ishte me dobi. Unë në Gjakov kam ardhur qysh herët, 6 muaj kam pas kur kam ardhur në Gjakov. Pra këtu jam rritë, këtu kam kryer shkollën fillore, gjimnazin, fakultetin e mjekësisë kam kryer në Prishtinë, specializimin në Zagreb, po provimin specialistik kam qenë i detyruar për shkak të rrethanave me dalë nish, kështu që një ditë përfundimtare kam qenë nish. Prandaj kam filluar punën prapë në Emin Durak Gjakovës, në Institutin e Kombëtar të Mjekësisë Punës. Aty kam filluar si mjek i praktikës përgjithshme e deri në përfundim specializimit. Nga fundi i vitit 94 e matuti jam në Prizren, fillimisht vetëm në ordinancë private, kam qenë themelues i ordinancave të nënës Terezë në Prizren, udhëheqës i tyre deri në fund. Pastaj udhëheqës i njësisë koronare në spitalin e Prizrenit me njerë mas luftës. Jam angazhu në edukimin tim të vazhdueshëm, kam kryer magjistraturën, mandej doktoraturën në Universitetin e Tiranës. Kam qenë ligjerues në disa kolegje, po kam qenë ligjerues edhe në Universitetin Femi Agani këtu në drejtimin infermieri fillimisht. Kryesisht jam marrë vetëm me kardiologji, domethënë qysh herët, që nga viti 87 tek ne praktikisht me pjesë tjera të mjekësisë interne pothuajse nuk jam marrë. Kardiologjin që nga fillimi, nga kardiologjia invazive të fillu prej ergometrisë, spiroergometrisë, ehokardiografisë në gjitha niveleve. Kam pas edukimin fillestar në Kamenis Tremit, madje kam qenë në Erlangen, Gjermanisë, ndërsa provimin për ekokardiografi të avancume e kam dhënë në Sofjet Bullgarisë në nivel të shoqatës evropiane të kardiologjisë. Ky është pra një rrugëtim im i shkurt. Dhe sonte prap keni ardhur, edhe ju falenderojmë. Doktor, e përmenda që sonte do të flasim pak më shumë për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, po është një term bukur i gjerë, sëmundjet kardiovaskulare, na tregoni cilat janë ato më të rëndësishme ose ato me cilat ju hasi në praktikën e përditshme. Po sëmundjet kardiovaskulare jo vetëm të na, po në krejt botën janë shkaktari numër 1 i vdekjeve. Në Kosovë aq më parë, për arsye se kemi popullatën më të re, e për çudi vdesim nga sëmundja e pleqve. Se sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundje që prekin zemrën dhe enët e gjakut, shumica dërmuese e këtyre për bazë kanë aterosklerozën që është praktikisht
mënyrë të drejtë për drejtë me thonë plakja e enëve të gjakut. Dhe është e çuditshme se si në një popullat të re, kemi një rritje kaq të madhe të smundjes së vjetërsisë. Kjo sigurisht që vjen prej faktorëve të ndryshëm, në mesin e tyre stresi dhe faktorët metabolik, dhe kjo ka bërë që unë sot ta pranoj me dëshirë këtë temë, nga se kam bindjen se ne nuk po bëjmë atë që do duhet ta bënim për gjeneratat që po vinë të pakta. Smundjet kardiovaskulare marrin 17 milion jetë në vjetë në botë. Mirë po edhe pse nuk kemi të dhëna shumë sakta në Kosovë, për arsye se mungon sistemi i informimit, diku rreth 40% të gjitha vdekjeve në Kosovë vinë si pasojë e smundjeve kardiovaskulare. Nëse llogarisim se në vitin 2024 kanë pas diku rreth 11.000 vdekje, prandaj duhet të llogarisim se nga smundjet kardiovaskulare kanë vdekur diku 4.400-4.500 vjet. Kjo nuk do të thonte pesh sikur këto smundjet mos ishin të parandalueshme. Mirë po 80% e smundjeve kardiovaskulare, pra këtyre vdekjeve kardiovaskulare, janë të parandalueshme. Prandaj në këtë koncept, ta zonë sikur të kishim një sistem të mirë të parandalimit, nga këta 4.400 vjet, ne të paktën një 2.000 jetë do t'i kishim shpëtuar. Dhe kjo jo vetëm që ka vlerë pa krahasueshme për jetët e njeriut, por ka edhe një kosto të madhe ekonomike, për arsye se parandalimi është shumë më i lirë se sa trajtimi i këtyre smundjeve. Patjetër. Prandaj kam dashur që në këtë temë të jem përkundër asaj se unë jam klinicist e jo mjek i shëndetit publik, e kam pa me arsye se si duket ne jemi më shumë të orientuar ka klinika, investimet kryesisht banë në spitale, e më pak në mjekësinë preventive. Për fat keq, shëndeti nuk fillon te dera spitalit. Shëndeti fillon në familje, në komunitet, ndërsa trajtimi i gabimeve e lëçimeve këtyre përfundon në spital. E vërtet, doktor, është shumë e çuditshme vendet të cilat janë të pasura, që kanë buxhete enorme edhe për shëndetësi, investojnë shumë në parandalimin e smundjes. Përderisa vendet e varfëra që fare jemi ne investojmë shumë në trajtimin e tyre. E duhet me qenë e kundërta, se me pak buxhet shpëtohen shumë jetë gjatë parandalimit, përderisa me shumë buxhet, nëse ne përcaktohemi, jemi të përcaktuar ndaj kurimin apo trajtimin, mjekojmë pak vetë. Ju i keni sjellë edhe një prezantim që keni pas një prezantim shumë i mirë, unë kisha pas dëshirë me na prezantua ashtu si kërkoj me radhë, Julius, do të flasim pak më shumë për trendin e smundjeve kardiovaskulare të ne. Ky slajd është edhe arsyeja pse e kam patur udhës të merrem edhe me mjekësinë preventive. Nëse shihni këtë trend të smundjeve, gjatë këtyre viteve të fundit, do të shihni se shkalla e vdekshmërisë ndonë jo shumë, po megjithatë ka ramje. Gjithashtu edhe vitet e humbura për shkak të smundjes, edhe ato kanë ramje. Çka do të thotë se klinicistat pak a shumë janë relativisht duke e bërë punën mirë. Për arsye se kemi përmirësim. Ajo që mund shqetëson është incidenca, që do të thotë paraqitja e rasteve të reja me smundje kardiovaskulare. Pra, nëse shihni këtë, kemi një rritje. Incidenca nuk është pasojë e mjekimit klinik, po është pasojë e parandalimit. Kjo flet se ne në të kaluamën e kemi pas parandalimin më mirë se sa që e kemi sot. Prandaj e kam pasur arsyeshme të merrem me këtë. Se pa e nalë parandalimin, pra pa e nalë incidencën e smundjeve kardiovaskulare, rezultatet tona nuk do të jenë të mira. Shtrohet pyetja, po pse kemi më mirë me klinikën se sa me parandalimin? Për arsye se rezultatet klinike janë më të dukshme. Dhe gjithkush po don me investu aty,
ku mrena pak kohë e rezultatin. Mirë po pasojat për popullatën janë të pakrahasueshme. Për arsye se sa do që na ta përmirësojmë qasjen klinike në trajtimin e smundjeve kardiovaskulare, kjo rritje enorme e incidencës do ta mund dhe për popullatën nuk është me rëndësi se sa po na shpëtojnë prej infarktit, nëse neve na smurën më shumë nga infarkti. Prandaj, për këtë qëllim, e kam pranuar me kënaqësi që të flas lidhur me këtë temë. E keni edhe një slajd tjetër, i lutem nëse ka mundësi. Deshte me fol për faktorët kryesor të rrezikut, doktor, që kontribuojnë në incidencën e lartë. Edhe për qartësim, incidencë do të thotë paraqitja e numrave e rasteve të reja në një kohë dhe në një territor të caktuar. Atëherë të flasim për faktorët kryesor të rrezikut për një incidencë. Faktorët e rrezikut për smundjen kardiovaskulare, këtu bëhet fjalë kryesisht për infarktin, insultin cerebrovaskular, pra smundje ose smundjet periferike të arterjeve periferike të gjakut, me qenë se kanë bazë aterosklerozën. Për arsye se këtë ne mund t'i trajtojmë. Smundjet me bazë gjenetike, të thonë si defektet e lindur në zemrës, ne e kemi praktikisht pamundun ta parandalojmë. Përpos në vaksinimin, po sidoqoftë janë përfitimet të nivelit vogël dhe të rëndësisë vogël në krahasim me aterosklerozën. Faktorët e rrezikut për aterosklerozën përgjithësi në veçanti për smundjet kardiovaskulare ndahen në dy grupe. Në faktorët e modifikueshëm dhe në faktorët e pamodifikueshëm. Në këta faktorët e pamodifikueshëm hin mosha, pra sa më i vjetër aq më shumë gjasat për smundje kardiovaskulare, për infarkt ose insulit cerebrovaskular. Hyn gjinia, mashkujt janë kryesisht më të rrezikuar se femnat. Hyn trashëgimi. Pra siç po e shihni, këta tre faktorë ne s'mund t'i ndryshojmë. Me këta lindemi. Ndërsa prej faktorëve të modifikueshëm, kryesisht hin grupi i atyre të quajturave smundje metabolike. Hipertensioni, diabeti, dislipidemit, pastaj pirja e duhanit, stresi e kështu me radhë. Kur i analizojmë këta faktorë të modifikueshëm, e shohim se mundësia për ndikim është e madhe. Prandaj çdo ndryshim, sado i vogël, në përqindje të vogël, në përmasat e parandalimit smundjeve kardiovaskulare është i madh. Kryesisht, këta faktorë të rrezikut janë pasojë e një stili të keq të jetesës. I cili është prezantuar, nëse të bëjnë slajdin e radhës, të lutem. Pra, nëse e shihni, gjithë këta faktorë janë pasojë e stilit të keq të jetesës. Dhe ky stil i keq i jetesës është të jetë i pranishëm të në Kosovë. Prandaj ndërhyrjet në këtë stil të jetesës, tu fillu prej aktivitetit fizik, tu fillu prej zgjedhjes së ushqimeve të shëndetshme, eliminimit të stresit, domosdoshmërisht do të çojnë në zvoglimin e incidencës së smundjeve kardiovaskulare. Pra si po e shihni, këto janë shifra, vlera dyshifrore. Pra ndikimet janë të mëdha. Dhe një modifikim i mirë i këtyre faktorëve të rrezikut, pra një sjellje e mirë e jetesës, do të arrijë ta zvoglojë incidencën e smundjeve vaskulare dhe kardiovaskulare dhe vdekshmërinë nga këto smundje deri në 80%. Doktor, që pyes lidhur me ndikimin e pandemisë, COVID-19, a mendoni që ka pas pasoja afatgjate edhe në dëmtim të sistemit kardiovaskular, apo se ka disa kolegë t'juj edhe të cilët janë shumë këmbgul se kjo ka ndodhur dhe pse në përgjithësi shkenca nuk është që shumë i përkrahur. Covidi jo vetëm gjatë pandemisë, mirë po pasojat i ka dhe pas pandemisë.
Për arsye se është e ditur që gjatë inflamacionit me virusin e Covidit ka pas një rritje të tendencës për tromboza, që është një prej faktorëve në destabilizimin e pllakave aterosklerotike, pra një rritje të domosdoshme të damtimit të arterëve koronare ose arterëve tjera ku do çojnë në organizëm. Për fat keq, jo të gjitha rastet pas mjekimit Covidit kanë përfunduar mirë. Shumë prej atyre kanë pasojat e Covidit edhe sot e kësaj dite, pra është një sindrom i ashtuar post-Covid, i cili është prezent, që zakonisht shoqërohet me një dopsi të muskulaturës së zemrës dhe me insuficiencë kardiake, pra me pamjaftueshmëri të zemrës, e cila ka pasojat e veta. Dhe kjo nuk ka ardhur vetëm si rezultat i Covidit. Ndonë se rezultatet pozitive të vaksinimit kanë qenë dukshme, megjithatë ka raste edhe kur veç vaksina ka qenë shkas për dëmtimin e miokardit. Pra kam pacienta që paraprakisht kanë qenë sënosh, po pas vaksinës kanë pas raste. Sidoqoftë ky numër në krahasim me dobin që ka pas vaksina është i vogël. E kuptoj. Doktor, ne po vazhdojmë tutje edhe me slajde tjera, edhe do të flasim pak për nivelet e parandalimit. Nuk ekziston veç një, janë disa për parandalimin e gjitha smundjeve, përfshirë dhe smundjeve kardiovaskulare. Kisha pas dëshirë të flasim cilat janë ato, cila është dobia secilit veç e veç më tutje. Kur bëhet fjalë për parandalimin e smundjeve kardiovaskulare, por në përgjithësi ka qenë e zakonshme të flitet për parandalimin primar, sekondar dhe terciar. Mirë po, kohëve të fundit është fut edhe i ashtu quajturi parandalim primordial. Që çdo ditë më tepër po e merr rëndësinë e parë në parandalim. Çka do të thotë një parandalim primordial? Parandalimi primordial ka për qëllim të mos lejoj zhvillimin e faktorëve të rrezikut. Pra ta trajtojmë komunitetin, shoqërinë, ende për pa filluar me pas faktor të rrezikut. Mos lejojmë me ardhë deri te smundja. Çka do të thotë të fillohet shumë herët. Bile mendohet se duhet të fillohet ende pa lind personi. Çka do të thotë edukimi i prindërve para se ata të vendosin për të pasur fëmijë. Pse kjo qasje? Shumë studime në autopsi kanë treguar se edhe frytet, qysh në barkun e nanës, kanë shenja të aterosklerozës. Pra fillimi i plakës së arterëve ka filluar që herët. Prandaj, nëse nuk fillohet herët me mjekim, rezultatet kanë me qenë më të vogla. Tash dikush do të thotë, po kaq herët ne bëjmë gjithë ato shpenzime. Nuk kërkohet shpenzime. Kërkohet vetëm një edukim i popullatës për me gjetë rrugën se si duhet sillet me vetveten, pra shpenzime shtesë. Pra vetëm në përzgjedhjen e ushqimit. Tjetë më aktiv tek e fundit, harxhon bile më pak, s'ka nevojë me shku me veturë në vend të punës, po ecën kam, edhe më lirë, edhe më shnetshëm. Pra në gjithë aspektet, pra në këtë parandalimin primordial, kryesisht merremi me popullatën tërësisht shnosh edhe sa më e re e mundshme. Bile udhëzues klinik kërkojnë që depistimi të fillojë qysh në moshën 5 ose 6 vjeçare të ata që në familje kanë pas smundje kardiovaskulare aterosklerotike. Pra shumë herët në botën e zhvilluar, pra në shtetet ku shëndeti ka vlerë, edukimi fillon qysh në nivelet parashkollore. Pra qysh atëherë futet edukimi shëndetësor në për kurrikula të ndryshme. E të mos flasim për vijimet më të tjera. Për shembull Finlanda nga klasa e parë fillore deri në përfundim të shkollës mesme të ulët, në çdo vit ka edukim shëndetësor. Parandalimi primar vjen pas parandalimit primordial. Zakonisht pas moshës 18 vjeçare. Çka nën kupton? Nën kupton
trajtimin e faktorëve të rrezikut. Pa fillu ende smundja kardiovaskulare. Pra të merremi me hipertensionin, të merremi me diabetin, të merremi me duhanpirjen, me këto të ju organizu në ndryshimin e stilit jetesës, në qasjen në politika që rregullojnë çështjen sociale, parasysh se stresi është një prej faktorëve i cili provokon paraqitjen e smundjeve kardiovaskulare. Pastaj është parandalimi sekondar, ku ne kemi të bëjmë vetëm me pacientat cilët veç kanë pas një incident kardiovaskular. Pra pacientat e smur të mos i lejojmë që të rismuhen ose që të kenë komplikime në të ardhmen. Pra këtu duhet një qasje më rigoroze në trajtimin e faktorëve të rrezikut, një kujdes për trajtimin e smundjes bazë kardiovaskulare, në mënyrë që këta të gëzojnë një jetë më të mirë në të ardhmen. Dhe parandalimi terciar kryesisht ka të bëjmë me rehabilitimin dhe kthimin në jetë të përditshme, në punët e përditshme të pacientave që janë të smur. Megjithatë edhe këtu nuk e humb rëndësinë ndryshimi i stilit jetesës. Pra, stili i jetesës, ndryshimi i stilit jetesës është përcjellës gjatë të jetës, e patëm apo se patëm smundjen. Nuk guxon kërkush të thotë unë nuk më pëlqen të merrem me aktivitet fizik ose nuk dëshiroj të ndroj dietën. Zemra nuk pyet. Ajo e kërkon këtë. Pra këtu duhet jemi pak kompromis nëse dëshirojmë në shëndet. Doktor, tash ne jemi klinicist prap nuk mundemi më shmang edhe pyetjeve klinike. Meqense ju kemi këtu, jeni një mjek i cili është shumë i preferuar edhe nga pacientët e Gjakovës, se shumica ju konsiderojnë akoma si Gjakovës, edhe e dinë që mikpritja juaj, profesionalizmi juaj është shumë i madh, edhe vini vizitojnë edhe atje. Ne kemi edhe në Gjakovë patjetër, edhe kemi pas edhe kemi mjek të mirë edhe të profilit juaj, po prap disa nga ata vinë te ju për arsye preferencave të veta. Desha të pyes, në bazë përvojës juaj, cilat janë problemet më të shpeshta kardiologjike, si ju merrni veç me kardiologji kur flasim për klinik, me të cilat prezantohen pacientët e ju. Edhe të flasim pak se si mund individi, si mund unë, nëse kam histori familjare, t'i parandalojmë edhe t'i luftojmë ato. Me qenë se jemi të parandalimi, atëherë na po flas rreth smundjeve me natyrë aterosklerotike, që është angina pectoris të smundja koronare, edhe infarkti akut ose sindromi akut koronar. Simptoma kryesore e këtyre smundjeve është dhimbje nga fazën e krahnorit. Kryesisht e provokuar nga aktiviteti fizik ose nga gjendjet stresogjene. Vërtet është thuhet se një dhimbje e cila paraqitet në qetësi e nuk paraqitet gjatë aktivitetit fizik, ka pak gjasa të jetë me natyrë kardiake. Për arsye se zemra ka nevojë më të madhe për oksigjen në momentet kur e angazhohet. Në momentet e qetësisë, asaj i mjaftojnë edhe ato të gjakut cilat janë të ngushtuar pak. Dhimbjet cilat lajmërohen në të ftoftë, pra ndaljen të ftoftë, dhe qetësohen futjen kur pacienti ose individi futet në shtëpi ose në një ambient ngrohtë, janë shumë për të dyshuar për smundje anginoze ose për smundje koronare. Zakonisht këto shoqërohen edhe me djersitje të ftofta, populli jo rastësisht i ka quajtur si djersë të vdekjes. Pra, dhimbjet kanë karakter shtrëngues ose rëndimin gjoks. Nuk do të thotë kenë shumë intensitet madh. Shumë më e saktë është kohëzgjatja e këtyre dhimbjeve. Te angina pectoris, dhimbja nuk zgjat më shumë se 10 minuta. Një dhimbje që zgjat gjithë ditën dhe nuk është zhvilluar infarkt, qeni sigurt se nuk është koronare.
Për arsye se për një dhimbje që zgjat më shumë se 20 minuta është gjithmonë infarkt, edhe atëherë do të keni edhe parametrat laboratorik, edhe ndryshimet në EKG ose në imazherinë kardiake prezente. Pra dhimbjet anginoze janë dhimbjet shkurta, kanë një faktor provokues, mund të jenë rënduese ose shtrënguese në gjoks, shtrihen drejt qafës ose në krahun e majt, po edhe në djastin her pas here, deri në shpinë mes dy shpatllave. Nga njëherë gjindë fillojnë në epigastrum që ne quajmë, ose në takimin mes dy harçeve brinore, po gjithsesi ta keni parasysh faktorin provokues. Gati kur njëherë dhe çdo ndryshim që ndodh në këto smundje, pra, çdo përkeqësim i gjendjes vjen duke shkurtuar këtë stazën e ecjes për paraqitjen e dhimbjes. Kryesisht njerëzit me anginë pektoris e dinë edhe sa metra mund me ecë pa të lashe. Pra dhimbja e shoqëruar me djesht ftofta e lajmëruar që lajmërohet gjatë një faktori provokues është shumë për të dyshuar se kemi të bëjmë me një dhimbje kardiake. Edhe lodhja, qoftë pa dhimbje, po që ka këto karakteristika, pra shoqërohet me gjersitje krejt ose frymëzania, duhet merren seriozisht. Duhet fillimisht përjashtohet sindromi koronar akut e pastaj të merremi me faktorët dytësor që mund të shkaktojnë këto. Doktor, në rastin e infarktit miokardit konfirmuar, ekziston një drejtore ashtu quajtur e cila na mundson që nëse reagojmë shpejt edhe si individ, familje, por edhe si mjek, në mjekësi në përgjithësi, mund të shpëtohet pacienti dhe të kursehet nga lëndimet apo dëmtimet më të rënda të zemrës. Sa orë është kjo drejtore dhe çka duhet me bë në këto momente? Si shëtni, këtu kemi shumë mungesa. E para, do të kemi parasysh se 40% e vdekjeve nga këto smundje ndodhen jashtë spitalit, nga jashtë kontaktit me mjek. Dhe nëse nuk merremi me parandalimin e smundjeve kardiovaskulare, pra në këtë 40% ne nuk kemi kurrë ndikim. E dyta është një kërkesë e madhe për koronarografi. Jo se jam kundër, është metodë diagnostike dhe intervente që zgjidh shumë probleme. Mirë, por nuk e zgjidh problemin e smundjes koronare. Për një arsye, se edhe në ato raste kur koronarografia del se kemi stenoza jo të rëndësishme, pra mund të jenë stenoza 30%, që kërkush nuk qet as stent as bypass, se konsiderohet pothuajse normale. Megjithatë, këto raste 40% përfitojnë infarkt pas daljes, pra pas largimit prej spitalit. Pra dhe këto raste, pa parandalim, nuk kemi bërë zgjidhje. Pse ndodh kjo? Për arsye se faktorët patofiziologjik që ndikojnë në paraqitjen e sindromit akut koronar janë të ndryshëm. Stresi, inflamacion e tjera shkaktojnë një destabilizim të pllakës aterosklerotike. Pllaka aterosklerotike në bazë pra është një inflamacion i asaj streses epiteliale të brendshme të enës gjakut, e cila pastaj për shkak si pasojë e këtij inflamacioni bëhet jo e rrafsht, jo e lëmuar, dhe krijon mundësinë e ngjitjes së trombociteve, pra elementeve qelizore në gjakut që të krijojnë koagulate. Ky inflamacion në këtë pjesë pastaj ngrumbullohen ndyrnat dhe krijohet pllaka. Dhe ajo nëse është stabile, pra nëse kemi kujdes, trajtohet si duhet, ajo zhvillohet shumë gradual. Dhe mund të mërrijë deri 90-95% dhe pacienti mos ketë kurrë një farë problemi. Bile të moshuamit mund të mos ketë nevojë as për intervenim nëse është stabile. Për arsye se ata s'kan me u marrë me sport, nuk janë të angazhuar në punë fizike dhe nuk është një domosdoshmëri në këto raste.
Se një plak stabile 90% është më e sigurt se sa një plak jo stabile 30% stenosë. Përsa se këto plakat jo stabile çkolitën prej vendit. Dhe këto shkaktojnë një infarkt akut për njerë, ose vdekjet për njerë me të papritur. Ku është poenta që këto raste të pos në dështojnë? Kërkohet një edukim masiv i popullatës në procedurat e reanimacionit apo të ringjalljes, si që na. Se 70% e vdekjeve në këto raste vjen si rezultat i çrregullimeve të ritmit. Çrregullime të cilat mund të kontrollohen. Dhe sa më shpejt të intervenohet, çaq janë gjasat më të mëdha për sukses. Për fat keq, duke qenë se ne nuk e kemi ngrit vigjilencën e popullatës në përgjithësi në menaxhimin e këtyre problemeve, ne kemi relativisht një shkallë të suksesit të ringjalljes paraspitalor shumë të ulët, dikun 90%. Pra shkalla e ringjalljes personave që vdesin në shtëpi ose në rrugë është më e vogël se 10%. Dhe kjo shkallë, po të kemi një edukim duhur, ka mundësi të përmirësohet për 300 deri në 400%. Që është shumë domethënëse. Dikush mund të thotë, po si do ta bëjmë na defibrillimin me njerëz kur ka shumë mjek që nuk e dinë. Që për fat keq është mungesë e edukimit në fakultetin e mjekësisë. Parasysh se defibrillimi është diçka shumë e thjeshtë. Nuk është diçka tabu. Nëse në momentin kur ndodh një kardiak arrest, qillon dikush që din me bë masazhin e zemrës, por çdo tjetër, gjasat për mbijetesë rriten jashtëzakonisht shumë. Udhëzuesit e fundit e lejojnë reanimimin kardiopulmonar edhe vetëm me masazh të zemrës, e cila nuk është e vështirë të mësohet. Mjafton 1 deri në 2 orë edukim të njerëzve që ata të dinë me përdorë. Dhe për mu, kishte me qenë gjë e thjeshtë që mjekësia parsorë që organizoj kurset në çdo shkollë të mesme, për shembull në gjimnaz ose kudo tjetër, çdo mësimdhënës në fakultetin e edukimit, pse mos ta ketë një kurs të reanimimit. Sigurisht. Nëse këte mësojnë krejt mëdhënës, krejt shkollarët e shkollës mesme, nëse mësojnë krejt mësuesnat, krejt mësimdhënësit, nëse mësojnë krejt zjarfiksat, nëse mësojnë krejt policët, pra që nuk ju kushton më shumë se 2 orë punë, popullata e Kosovës do të kishte një garancë për një rezultat shumë më të mirë të suksesit nga kardiak arresti. Parasysh se kur të ndalemi me analizu gjithë njerëz me një edukim bazik për të mbrojtjes jetës, është e pamundur të ndodhë një kardiak arrest e asnjë nga këto grupet mos qëlloj pranë. Sigurisht. Prandaj, unë mendoj se kjo do duhej me qenë pjesë e një edukimi gjithë shoqëror. Pra Kosova ta merr këto si prioritet, se nuk kërkon as shumë parë, nuk kërkon as shumë kohë. Vendet e zhvilluara, çështën e reanimacionit e kanë ligj. Unë nuk e di si është në Gjakov, po e di në prezident që kërkush nuk e ka të kryejë kursin e reanimacionit as prej mjekëve, se lënë më prej tjerëve. Në botë, në Evropë dhe në botë, është me ligje rregulluar. Çdo staf shëndetësor, tu fillu prej atij portirit në spital, e deri te drejtori i spitalit, çdo 2 vite, çdo 2 vit, duhet ta merr certifikatën se është i aftë për reanimacion. Shumë kush mund të mendoj pa, 2 vjet, çdo 2 vjet s'ka shka me mësu diçka që është për 2 orë. Më besoni se mos koordinimi gjatë reanimimit mund të jetë shkas për vdekje. Dhe është e çuditshme, po këto metoda nëse nuk përdoren, brenda 3 deri në 6 muaj harrohet mjaftueshëm sa për të bërë gabim. E vërtet. Prandaj është e çuditshme se si ta zonë një qendër mjekësore, të mos ketë një manekin
ku të ushtrohet reanimacioni. Unë kisha dashur për shembull që atje ku ka raste urgjente, që jetë paktën një tavolinë e improvizuar kur njerëzit kishin me ushtru masazhin. Për arsye se nuk është në rregull të bëni masazhin e zemrës e ti numëroni brenda minutës se keni bën 100-120 shtypje. Ajo duhet bëhet rutinë që ti s'ke nevojë me matësh, po ta din saktë se ki po vepron drejt. Pra në këtë aspekt mendoj se ka mundësi për përmirësim. Edhe këtë do të duhej me bë. Është një shembull në Finland se si me parandalimin e suksesshëm kanë mërri me zvoglu vdekshmërinë nga smundjet kardiovaskulare për 73% për 20 vite. Kanë filluar një projekt në vitin 1972 në Karelia të veriore, e cila pastaj tu e pa rezultatet është rrinë në këtë Finlandën. Dhe Finlanda ka rezultatet më të mira në botë sa i përket shkallës reduktimit të shkallës së vdekshmërisë nga smundjet kardiovaskulare. Tu e pa këtë sukses, pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë marrë një çështje të tillë. Pra, vetëm me edukim, me ndrim stil të jetesës, për 73% kanë rrinë me zvoglu vdekshmërinë. Llogaritni këtu sa është zvoglimi i shpenzimeve, vetëm ta llogarisim në këtë aspekt. Thamë se dikun 4.000 diçka raste në vjet vdesin nga smundjet kardiovaskulare në Kosovë. Nëse mrrim në këtë rezultat, ne do të mrrim të mos e marrim këtë më të mirën sikur këta. Nëse mrrim në 50%, jo 73%, do të thotë 2.000 jetë do t'i shpëtojmë. Këto 2.000 jetë, nëse e marrim se një person që trajtohet nga smundjet kardiovaskulare, shpenzon 2.500 euro në vjet, është një mesatare që ka ky region, do thotë ne një 8 milion euro, se bashkë me ato shpenzime spitalore, këto janë edhe shpenzime që ai largohet nga puna të lashe tjera, do më mas pati një afër 20 milion në vjet, ne mrrim materialisht me shpëtu. Dikush më thotë po 20 milion Kosovës në buxhet po i teprojnë me 100 miliona, 20 milion nuk çon ndaj festë madhe. Që edhe unë pajtona, sikur të isha në atë lëkurën e ekonomistit, kisha me mendu kështu soi. Mirë, po unë kur mendoj në këtë aspekt, mendoj 2.000 vetë janë 2.000 familje kosovare. Kryesisht ta persone se në Kosovë mosha më rrezikume për infarktit miokardit është mosha 35 deri në 45 vjeç. Pra mosha më produktive, ta marrim një pagë mesatare 500 euro. Pra 2.000 familje kosovare në vjet humbin jo vetëm që kanë humbë antarin e familjes, po edhe nga të ardhurnat të tyre edhe nga 6.000 euro në vjet. Pak familje kosovare janë që mund me thonë se na mujmë ja leju vetit me i hub 6.000 euro dhe nuk e ndihmë. Po kur thash se janë 35 dhe në 45 vjeç, pra ky 45 vjeçari ka pas të paktën edhe 20 vjet jetë pune. Ka 6.000 euro, bëjnë 120.000 euro. Ajo familje ka hub antarin e familjes edhe 120.000 euro. Prandaj po insistojnë këtë parandalimin parashyse humbjet janë edhe njerëzore, edhe materialet pa imagjinueshme. Doktor, se sa është e rëndësishme parandalimi për ju, flet fakti se ju keni kliniken, ju i keni mjaft punë në kliniken private si kardiolog, po prapë ja keni kushtu një pjesë të madhe të kohës edhe mundit juaj, edhe parandalimi që nuk i takon direkt klinikës, për mu si mjek kujtoj që një është shumë i rëndësishëm, dy është shumë i pakt parandalimi ose programet parandaluese të ne në Kosovë, jo vetëm për smundje kardiovaskulare, po edhe për gjitha tjera, po për smundje kardiovaskulare janë shumë të rëndësishme për shkak të damave dhe pasojave shumë të mëdha. Doktor, ju keni punu përveç tjerash, edhe një periudhë të shkurt, nëse s'gaboj edhe në Ministri të Shëndetësisë. E kuptoj që s'keni mujt me një profili juaj nuk e konvenon fort ministrive as ministrisë, për arsyna që ju mendoni si profesionist edhe të mirën e shëndetit të tjerëve, edhe po të dëshirë të bisedojmë. Si shihni ju
situatën lidhur me parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare të ne, si ka qenë, si është, edhe a mendoni që kemi ndonjë program kombëtar apo strategji kombëtare për parandalimin e këtyre sëmundjeve, dhe nëse po, si vlerësoni atë? Shqyqoni, kur ka ai slajdi për rritjen e incidencës, vetë rritja e incidencës thotë se na nuk jemi në rrugën e mirë. Po të kishim qenë në rrugën e mirë, ndoshta nuk do të zbriste, po paktën nuk do të ngritej. Pra vetë fakti që neve po na rritet numri i rasteve me sëmundje kardiovaskulare, flet se nuk jemi në rrugën e duhur. Është e vërtetë që ka strategji. Ka ligjin për duhonin për shembull, që ka ndikim drejtë. Mirë po unë mendoj se ma shumë ka punë formale në letra se sa punë konkrete. Parasysh se punën para pak kohë pata ndëgjuar rreth këtyre diskutimeve të zonë rreth edukimit seksual që ishte me u fut në shkolla ose mos me u fut në shkolla. Jo që jam kundër, as që më pengon, po unë mendoj se në Kosovë vdesin ma shumë prej zemrës se prej sidës. Pra nëse bëhet gjitha e zhurmë për një sëmundje e cila është margjinale të në Kosovë. Nga aspekti mortalitetit. Nuk i bjerë nërmend se edukimi shëndetësor duhet me qenë shkolla për me ndalu vrasjen kryesor të njerëzimit, po edhe të kosovarëve, unë duket pak e çuditshme. Pra, dikush thotë, po ti si klinicist, çka të ka interesu? Shiqoni, unë vërtet jam klinicist, po shumë herë jam përballë edhe me rezultate që s'kam mujt me i zgjidh. Pra nuk e kam pas të letë shumë herë, se shiqo 35 vjeçari ka shumë, në shumicën e rasteve nanën edhe babën gjallë. I ka thmit, i ka krejt ata. Unë kam qenë që është dasht me thonë, ju lasë Zoti shnosh, se biri ose bia ju i vdiqë. E nuk e kam pas të letë kur një herë këte. Pjesa më rëndë e profesionit. Pra, edhe ajo më ka shtinë që ka me bon, diçka që kësi raste me pas ma pak, që mjeku mos më ardhë në situatë tilla me ndi vetën keq për diçka. Ku po çalon? Për arsye se shiqo, bota nuk e llogarit 30 moshën 35 vjeçarës. Është faktori rrezikut, por për shembull në Gjermani nuk numri i atyre që përjetojnë në fakt në moshë 35 vjeçare shumë më i vogël se në Kosovë. Pra ndryshe është me përjetu infarktin në moshën të zonë 64 vjeçare, 60 vjeçare, ndryshe në 35 vjeçare. Qoftë ka ona materiale, qoftë ka ona njerëzore. Një 35 vjeçari ka fëmijë të ende në shkollë fillore. Kush do t'i rrit ata? Kush do t'i edukoj ata? Pra gjithë këto, kur të merren parasysh, kanë qenë detyrim shpirtënor me analizu edhe ku është ajo që po mungon. Unë mendoj se edukimi shëndetësor është i domosdoshëm me qenë gjitha kurrikullat e shkollave të Kosovës. Pra nuk është në rregull që në shkollat e Kosovës mos të mësohet mjaftueshëm për shëndetin. Bile qysh nga çerdhja. Për arsye se unë mendoj se parandalimi mvaret nga faktori njerëzi, pra individi, nga familja, komuniteti edhe shoqëria. Në çerdhe nuk mund të akuzojmë fëmijët se s'po dinë me u sjell shëndetshëm. Por prindët e tyre duhet me ditë se si duhet me qenë sjellja e shëndetshme edhe për moshën e fëmijës. Pra, kur fëmia shkon në çerdhe, nuk ka kurrë të keqe që edukatorja që la punon me të ketë një nivel edukimi shëndetësor. Ta di se cili është ushqimi i shëndetshëm, cili s'është i shëndetshëm. Cila lojë aktive e bën që fëmia me fitu ndjenjen e marrjes me një aktivitet fizik. Shumë herë fëmijët më vështirë ndëgjojnë prindin se sa që ndëgjojnë mësuesin ose edukatorën. Pra pse mos jetë fëmia prezent në atë menzën e çerdhës me pas se si po përgatitet ushqimi. Dhe gjatë përgatitjes ushqimit edukatori ose vetë ai kuzhinieri që thotë si çon ky brokulli është i shëndetshëm, mundesh me ngranë. Këtë çokoladën nuk bën me ngranë se kjo ti prish dhomën, të bën këtë dëm e bën atë dëm,
se fëmija fillon edhe i kupton gjana. Mandej shumë herë nëse fëmija ka me kërënësi kërkon një çokoladë, duhet kërkosh ti nga ai diçka që ai të bëj për ta merituar atë. Pra, një lojë, pra një aktivitet sportiv ose një diçka, dhe atër të thonë, po, sot e ke meritu se e ke harxhu këtë kalori në sport, prandaj po, për ndryshe herën tjetër nuk do të. Ose unë kam pa për shembull fëmijët derisa ende se di numrat, shumë prej mësimdhënësve i vlerësojnë me yll, me shkëlqyshëm jo kështu. Pra edhe prindi, pse mos me vlerësu fëmijën se çfarë dite ka kalu. Ose shiqo sot ke qenë shumë aktiv, i ke ngrënë gjitha ushqimet e shëndetshme, prandaj për sot do keni yll. Pra kjo është ajo pjesa që duhet bëhet në familje të fëmijët. Të tretunit, individi ka për detyrë me qenë i përgjithshëm me ndryshu stilin e jetesës vet. Dhe kur ai edukohet, të duhet me qenë. Këtu do të hynë edhe shoqënia mandej. Familja duhet ta përkrahë, se shiqoni, një diabetik, nëse nuk e ka përkrahjen e familjes, e ka të pamundur me majt dietën. Është gati thuajse e pamundur të jesh i strikt në dietë, kur këtë familje ushqehen me sheqer në rreth tij, e vetëm ty të ndajnë një pjatë veçantë. Pra edhe familja duhet të sakrifikoj për këtë smundje. Në realitet ky nuk është sakrifikim. Ata fitojnë edhe për vete, për arsye se do të kenë një jetë shëndetshme në vazhdimsi. Komuniteti duhet kujdeset për stazat shëtitës sigurta, për stazat bicikletës sigurta, për hapësina gjelbrume të mjaftueshme, për vend lojnë as fëmijëve. Unë nuk e di situatën shumë në Gjakopo, për shembull prindën, ka shumë vende që janë ndërtu këto ndërtesat e nalta, unë nuk e di ku do të lozin ata fëmijë. Ku do ta bëjnë atë aktivitet fizik? Pra e baj dertin për nipat edhe mesat e mia, si do të kenë aktivitet fizik kur kanë pak hapësinë për me zhvillu këtë. Prandaj për këtë duhet me menu. Para se të zhvilqohet një leje ndërtimit një objekti të madh. Nëse keni një 7 kaçe, ta them ka 100 apartamente banimi, ka një fëmijë 100 fëmijë. Pra për 100 fëmijë ti do shkesh një vend ku ata do të lozin, do të kenë kushte ku do të rriten. Se nuk mundesh me kërku. Tek e fundit tash edhe shoqënia fiton në zvogëlimin e shpenzimeve në trajtimin e tyre. Pra në këtë aspekt duhet shoqënia të krijojë ligje. Për shembull, në Evropë nuk mundet me dalë një reklam e ushqimit të pashëndetshëm në televizion gjatë kohës kur fëmijët mujnë me pa. Pra rrepsisht e ndaluar me ligj. Pastaj pagesat që duhet bëjnë për një reklam të ushqimeve shëndetshme janë shumë fish më të larta se sa për një reklam të ushqimeve të shëndetshme. Sigurisht. Tatimet dallojnë. Ushqimet e shëndetshme i kanë tatimet shumë më të ulta se sa ushqimet e pashëndetshme. Shiqoni si janë situatat e ne. Nëse bleni një bukë të bardhë, e cila është precisht e dëmshme, ju paguni 50 cent. Por nëse doni me marrë një bukë me fara, e cila ka ma pak efekte negative në diabet, ju do të paguni 1,50 €. Kjo nuk është një ditë. Kjo është krejt jetën. Prandaj, me një farë mënyrë, ne jo kemi pamundsu njerëzve me jetu të shëndetshëm. Dhe këto janë gjana që duhet komuniteti me politikat e veta me i zgjidh. E vërtet. Doktor Remi, ka fundi e emisionit, thuhet se jetojmë në një planet nervoz. Çrregullimet e ankthit, disponimit, nervoziteti, atë gjithnjë është më i madh. Unë besoj që edhe ju keni këtë përshtypje. Edhe pse nuk jeni profesionist shëndetit mendor, por prapë se prapë, kjo ka lidhje me dëmtimin e sistemit kardiovaskular. Çka mendoni në këtë aspekt? Si vlerësoni, si qëndron situata dhe si është mundësia që të kalojmë këto që nga fillim një prej faktorëve kryesor në paraqitjen e incidenteve kardiovaskulare është stresi.
Për arsye se ai rrit materiet stresogene, kortizolin edhe adrenalinën, cilat pastaj damtojnë endotelin e enëve të gjakut dhe nisin procesin e aterosklerozës më herët. Gjithashtu ndikojnë edhe në shkaktimin e destabilizimit të pllakave aterosklerotike dhe këto incidente bëhen më të shpeshta. Prandaj këtu një rol të rëndësishëm e ka shoqënia në përgjithësi, qoftë nga ana e ligjeve, pra rregullimi i jetës sociale, zbut stresin. Shumë herë kam analizuar, po pse këta 3 ton po ikin për në Gjermani ose dikun tjetër jashtë. Kur ka shumë kusht që ka ndonjë punë që ndoshta nuk jeton shumë më keq se atje. Pasiguria është ajo që të çon me dalë jashtë. E vërtetë. Shoni, sot një person i cili pensionohet dhe nuk ka të ardhurna tjera, e ka problem. E ka të pasigurt qenën fizike këtu. Sot i riu, kur po nalet me mendu, e po dhe që qo, si të riu në këtu, kur çka do në bëhat me mu kur të plakën. Dhe dyrt jenë hapë, për arsye se krejt Evropës po i mungojnë të rritë, dhe 3 ton jenë shumë të mirë. Prandaj ata me po i presin me dur të hapuna. Pra në këtë aspekt, shoqënia duhet fillu me menu. Për arsye se kjo aspekti social e shkatron në anën mendore, pra shkakton një stres emocional të përgjithshëm. Pra pasiguria për jetesë nuk është e thjeshtë. Shqetësoni, humbja e shpresës është më e dëmshme se sa mungesa e mjeteve. Prandaj në këtë aspekt duhet punohet, të rregullohen çështjet. Një arsim i mirë, një shëndetësi e mirë, një ligj i mirë, një mirëqenie sociale e zbut stresin çdo kund. Prandaj në këtë aspekt shoqënia duhet të bëjë më shumë. Sidomos doktor, besoj se pajtoj duhet të bëjnë më shumë ata për të cilët kanë marrë besimin e votuesve, ata të cilët paguan nga ne, që ta kryejnë punën e tyre si duhet e për fat të keq. Jo gjithmonë edhe kryejnë. Doktor, shumë faleminderit për këtë pjesën zyrtare të emisionit. Unë gjithmonë kam një pyetje personale për në fund. Jo përmendet që në moshën 6 mujore, ku i keni pas 6 muj, familja juaj kanë ardhur në Gjakov dhe keni jetu këtu për rreth 34-5 vjet, nëse s'gaboj. Edhe tash unë kom pas fatin me qenë në një lagje me ju dhe ju keni një familje, keni pas edhe keni një familje shumë të respektume edhe në Gjakove keni pas shumë të ngrohtë, shumë të kulturume. Tash, normal që neve na vjen keq gjithmonë që kur njerëz të tillë e lëshojnë qytetin, po sido që tjetë nuk keni shkuar aq larg, jeni shumë afër me ne, pa të dëshirë t'ju pys, përdesa na kujtimet për ju i kemi shumë të mira. Na tregoni, a keni ndonjë kujtim apo ndonjë ngjarje, apo thjesht si e vlerësoni ju personalisht dhe familja juaj qëndrimin e juaj në qytetin tonë? Siçoni, unë kam marrë shumë i vogël në Gjakov në atë kohë. Dhe praktikisht mund ta quaj si vendlindje, se deri në moshën 6 mujore nuk e din kërkush ku ka lindë. Dhe shumica e shokëve me cilët jam rrit është në Gjakov. Ndërsa shoqënia që është e rinis, themi, po posaçisht e feminis, është shoqëni pa interes. Kështu që ajo deshte metët e përjetshme. Në gjitha shoqënitë që zhvillohen, masi ju të piqeni si njeri, shumica janë të lidhura me një interes, jo puna përbashkët, jo ajo, jo kjo, po ka një diçka që ju lidh. Pra e vetmi e shoqëni, vetmi mes ku ti ndihesh i lirë, i barabart, pa kushte, është koha e rinisë hershme. Prandaj atë kohën e kam kaluar në Gjakov dhe prandaj për mua Gjakova ka një vend të posaçëm. Unë pathuajse i maj gjithë shokët e lagjës. Edhe komunikoj me ta me kënaqësi.
Pra rjetin e shokëve të mirë në shumica në Gjakovë. Kam pak në prizren kam shokë që i kam zonë gjatë kohës, po janë me gjithë si numër janë shumë më i vogël. Se njeriu kur kalon mosha fillon e kufizohet në shumë gjana, kështu që meten pak ata persona me cilët ti komunikon. Vetëm ajo shoqënia e rinjis, nëse ti jeton me një vend përgjithëni, do të kesh një numër shumë më të madh shoqëni se sa ta zom kur ndron vend. Kështu që në prizren kam njerëz që kam të afërt nga gjak, po një shoqëni të rrethit që me cilët kam luajtur dhe më rrit, ajo mungon. Dhe atë nostalgji kam, për shembull tash unë më kujtohet Bagiga këtu. Që do doja sot të ishte aktive. Gjithë do donim, po. Se di unë sa lojën e futbollit e kam bërë aty. Edhe sot kisha me qenë i lumtur që fëmijët e asaj lagje ta kishin një vend të tillë, kishin me pas një aktivitet fizik. Për arsye se ata kishin me pas më pak smundje në tashme. Dhe kjo do të ishte një kënaqësi e madhe, po fusha të tilla sportive do duhet të kishte Gjakova gjithkund. Gati çdo lagje duhet ta ketë një qendër sportive. Në këtë aspekt unë mendoj se në Gjakovë duhet të formohen, si në Gjakovë si tjetër ku duhet të formohen grupet e ndryshme për këto aktivitete. Pra, tu e prim mjekësia familjare ta zonë me kriju një përcjellje se shiqo smut e zemrës e kanë edhe frikën me dalë me shëtit. Prandaj nëse ban një grup, ta zonë për 10-15 vjetëve që kanë pas infarkt bashkarisht, edhe shkon një infermier me ta nshku shëtitën pa një shëtitje ditore, ata fillojnë e fitojnë vetbesimin se aktiviteti fizik nuk po i rrezikoj. Se unë e di shumë prej pacientëve kur i thonë me dalë me po doktor, me bo me ndodh mu diçka. Shiqo, frika ekziston edhe duhet me ekzistu prej gjithmonë, po duhet me qenë racional. Se nëse nisemi ashtu, na kur dalim në qytet me shënë, kush na garanton se nuk na shkel një veturë? Asnjëri. Mirë, po na me gjithë e dalim. Pra në këtë aspekt, prandaj këtu mendoj se shoqënia duhet bëjmë pak më tepër rreth këtyre grupeve për arsye se është interesi i madh. Pra nuk po flasim për një përfitim të vogël, po për përfitime të mëdha. Pra në këtë aspekt unë mendoj se në Gjakovë duhet, për arsye po thas se Gjakova megjithatë kur një mirë për Gjakovën nuk nasën në prizren, po kur një diçka që s'm pëlqen në Gjakovë, edhe unë nuk e kam ditën e mirë. Doktor, shumë faleminderit për gjitha. Unë shpresoj që do të kemi raste prap bisedojmë edhe për çështje tjera, po kaq të rëndësishme si është edhe tema e sonte. Të dashur miq, sonte mësuam se parandalimi i smundjeve kardiovaskulare fillon nga vendimet e vogla të përditshme, siç është mënyra e jetesës, lëvizja, kontrolli, ushqimi e tjera, krejt janë këto hapat që i ndihmojnë individët, por edhe forcojnë të gjithë komunitetin. Ne patëm fatin që sonte të kemi në emision profesor doktor Seren Abdushin, doktor edhe njëherë shumë faleminderit për pjesëmarrjen e juaj dhe për këto këshilla kaq shumë të vlefshme. E juve ju falenderoj për shoqërinë dhe deri në takimin e radhës, le të kujdesemi për zemrën dhe mendjen tonë. Kaq kishim për sonte. Bashkë Faleminderit. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.